Pas përfundimit të procedurës së endoskopisë, teksa endoskopi është I lidhur me procesorin. Sipërfaqja e jashtme e tubit të insertimit pastrohet nga papastërtitë e mëdha duke e fshirë atë me një kompres që nuk lë mbetje, ose me një pecet të lagur dezinfektuese. Zbatohet procedura e testit për rrjedhjen e ajrit. Pajisja e testit të rrjedhjes lidhet me endoskopin dhe aplikohet presion me ajër derisa treguesi të arrijë në pjesën e shënuar. Kur ka presion brenda endoskopit, krahët e lëvizjes kthehen në 4 drejtime, dhe për çdo drejtim, pritet 5 deri në 10 sekonda, duke kontrolluar nëse ka rënje të treguesit. Nëse treguesi I pajisjes së testit të rrjedhjes mbetet I pandryshuar, kuptohet që nuk ka asnjë dëm në pajisje që mund të shkaktojë rrjedhje ajri. Ajri brenda pajisjes boshatiset plotësisht dhe pastaj vazhdohet me procesin e larjes dhe dezinfektimit të zakonshëm. Treguesi I pajisjes së testit të rrjedhjes mund të tregojë një rënje shumë të ngadalt ose shumë të shpejtë, në varësi të madhësisë së mundshme të dëmit. Në këtë rast, nuk duhet vazhduar me procedurën e larjes dhe dezinfektimit dhe endoskopi duhet ruajtur në mënyrë të duhur pa qenë në kontakt me lëngje, derisa të merret shërbimi I autorizuar nga servisi. Ajri dhe uji jepen në kanalet e ajrit dhe ujit për 10 deri në 15 sekonda, duke kontrolluar dhe pastruar kanalet nga ndotjet që mund të shkaktojnë bllokim. Nëse nuk ka rrjedhje të paktën 500 ml ujë, tërhiqen nga kanali I aspirimit dhe I forcepsit duke I pastruar nga papastërtitë e mëdha. Procesori fiket dhe shkëputen të gjitha lidhjet nga endoskopi. Endoskopi hiqet nga procesori, pastaj transferohet në mënyrë të sigurt në zonën e pastrimit dhe dezinfektimit paraprak. Faza më e rëndësishme e procesit të dekontaminimit të endoskopit është pastrimi manual. Procesi I pastrimit duhet të kryhet me një solucion enzimatik që përputhet me dezinfektantin e përdorur duke përdorur ujë të pastër ose ujë të rrjedhshëm. Para se të filloni procesin e pastrimit të endoskopit, sigurohuni që të gjithë kapakët mbrojtës të jenë vendosur. Të gjitha pjesët e lëvizshme përfshirë valvulat dhe kapakun e kanalit të biopsisë hiqen dhe pastrohen. Sipërfaqja e jashtme pastrohet duke u larë me një sungjer të butë dhe me solucion enzimatik.
Veçanërisht, mbështjellësi i jashtëm me endoskopi që aplikohet te pacienti duhet të pastrohet shumë mirë për të hequr mbetjet enzimatike që mund të jenë ngjitur në sipërfaqen e jashtme gjatë procedurës. Butoni i aspirimit, butoni i ajrit dhe ujit si dhe kapaku i kanalit të forsepseve pastrohen me solucion enzimatik. Pjesa distale dhe zona e daljes së ajrit dhe ujit pastrohen me një furçë dhëmbësh të butë. Ky proces i furçimit ndihmon në parandalimin e bllokimit të kanalit të ajrit dhe ujit. Zonat e hyrjes së forsepseve dhe butonave pastrohen duke i furçuar me një furçë pastrimi për kanale. Të gjitha kanalet e arritshme pastrohen me një furçë për pastrimin e endoskopit. Ky proces përsëritet derisa furça të dalë e pastër. Procesi i furçimit vazhdon duke kaluar furçën në kanalin e butonit të aspirimit, derisa të dalë në mënyrë të kundërt nga pjesa e fundit. Koka e furçës së dalë pastrohet dhe hiqen pa pastërtitë. Ky proces përsëritet derisa furça të dalë e pastër. Së dyti, furça e pastrimit kalon nga kanali i forsepsit dhe furçohet 3 herë derisa të dalë nga pjesa e fundit. Koka e furçës së dalë pastrohet dhe hiqen pa pastërtitë. Ky proces përsëritet derisa furça të dalë e pastër. Së fundmi, furça e pastrimit kalon nga kanali në murin anësor të hyrjes së butonit të aspirimit dhe vazhdon derisa të dalë nga pjesa ku është e lidhur tubi i aspiratorit.
koka e furçës del pastrohet dhe hiqen pa pastërti. Ky proces përsëritet derisa furça të dalë e pastër. Furçimi i kanaleve duhet të bëhet patjetër pas çdo procedure endoskopie. Duhet të mbahet mend se nëse furçimi nuk kryehet grimcat e mbetura brenda kanaleve, mund të shkaktojnë prodhimin e baktereve pas procesit të dezinfektimit. Pasi të përfundoj procesi i furçimit në endoskop, vendosen adaptorët e larjes dhe kalohet uji dhe enzimatik për të hequr grimcat e mbetura pas furçimit. Adaptorët e larjes montohen në mënyrë që të mbulojnë vendet e butonave të ajrit, ujit dhe aspirimit, hyrjen e kanalit të forcepseve dhe hyrjen ku lidhet rezervuari i ujit. Pjesa metalike e adaptorëve të larjes mbahet brenda lëngut. Një shiring 50 cm3 lidhet me adaptori metalik të vendosur në pjesën e mesme. Pastaj, lëngu kalon përmes kanalit të forcepseve, kanalit të aspirimit dhe kanaleve të ajrit dhe ujit. Ky proces do të bëhet të paktën 3 herë në çdo kanal. Pas larjes paraprake uji i mbetur në kanale dhe ajri hiqen nga kanalet. Me që lëngu enzimatik i përdorur nuk është antimikrobial. Ai duhet hedhur pas çdo përdorimi dhe një i ri duhet përgatitur për procedurën e ardhshme. Nëse dezinfektanti i përdorur nuk është nga dezinfektantët e gatshëm për përdorim, ai duhet përgatitur në përputhje me procedurën e rekomanduar nga prodhuesi. Vlera minimale e koncentratit efektiv duhet të testohet çdo ditë në fillim të ditës me shiritat e testit të rekomanduar nga prodhuesi. Kur endoskopi vendoset në dezinfektant, duhet të siguroheni që gjithë sipërfaqja e tij të jetë e zhytur në dezinfektant. Vendosen adaptorët e larjes dhe kanalet mbushe me dezinfektant në mënyrë që të mos mbetet fare ajër brenda. Endoskopi duhet të qëndrojë në dezinfektant për aq kohë të rekomanduar nga prodhuesi. Duhet të bëhet kujdes që kjo kohë të mos të i kalohet. Përveç endoskopit, valvulat dhe tapa e kanalit të forcepseve mund të dezinfektohen gjithashtu. Megjithatë, duhet të kihet kujdes që furça e pastrimit apo forcepsat e biopsisë dhe aksesorë të ngjashëm të mos dëmtojnë pajisjen dhe të dezinfektohen në të njëjtin ambient.
Gjatë kohës që endoskopi është i zhytur në dezinfektant, është e rëndësishme që të jetë mbuluar për arsye shëndetit të njerëzit. Kur të përfundoj koha e pritjes, endoskopi nxirret nga dezinfektanti. Të gjitha sipërfaqet e jashtme dhe kanalet shpërlahen me ujë me cilësi të paktën të pijshme, ose nëse është e mundur me ujë të distiluar. Gjatë procesit të shpëlarjes duhet të përdoret ujë i ri çdo herë, ose procesi duhet të kryhet me ujë të rrjedhshëm. Pas shpëlarjes, uji i mbetur në kanale hiqet duke i dhënë ajër kanaleve. Adaptorët e larjes hiqen nga endoskopi dhe procesi i dezinfektimit përfundon. Nëse dezinfektimi bëhet me lavatriçe automatike, proceset e larjes manuale dhe furçimit duhet të realizohen fillimisht. Pas këtyre proceseve, endoskopi vendoset në rezervuarin e lavatriçes dhe lidhen adaptorët e larjes. Pasi të bëhen lidhjet, makina e larjes aktivizohet dhe procesi i dezinfektimit fillon. Pas dezinfektimit, skopi duhet varur dhe fillon procesi i tharjes. Sipërfaqja e jashtme e endoskopit fshihet me një kompres të pastër që nuk lë mbetje. Procesi i tharjes zvogëlon mundësinë e përhapjes së mikroorganizmave të bazuar në ujin e endoskop. Veçanërisht, sigurohuni që pjesët që lidhen me procesorin të jenë plotësisht të thata dhe vetëm atëherë bëhen lidhjet e tyre.
Pasi të përfundoj procesi i tharjes, bëhet lidhja me procesorin dhe endoskopi është gati sërish për përdorim.